Edhe në mes tjerash, përveç mundësive teknike të shumë të mëdha që i ka futja e gazit të Kosovë, sidomos në kohën kur jemi tu ngecë shumë, e kemi edhe kohën si zogu me tregu në cilën anë jemi. Zotë Sejdiu, e kemi diskutuar edhe para disa ditësh me ju, pra si të pavarësohet Kosova, si të ketë burime më diversikuara të energjisë elektrike, mos varemi nga importi, nga malverzimet që bën rjet në kohë të ndryshme, dhe e kemi diskutimin për gazin Amerikan. A kemi alternativ, apo? Shumë gjana u thanë, dhe përgjithsisht do më thonë nuk që kem ndonjë mos pajtim për rrugën për para, s'paku me çka u diskutu deri tash. Janë disa elemente që unë kisha pas qef me i shtruhe, nuk u përmendën shumë, po që si me thonë, lidhen me këtë batutën e zogut. E para, do më thonë me fillimin e luftës në Ukrainë, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës investojnë në masë të madhe për me ullë ndikimin e gazit rus në këtë kontinentin e Evropian. Nëse në fillim të luftës Rusi-Ukrainë, Bashkimi Evropian ose Evropa i ka pas dikon rreth 45% të gazit vet e ka pas me origjinë të Ukrainës, tashmë ka rënë në nivele komplet të papërfillshme dhe ideja është deri në fund të vitit 2027 komplet mund ndërprej furnizimi me LNG rus. Kjo është e para. Dhe pse po bëhet kjo? Kjo po bëhet për arsye sigurisë, arsye strategjike dhe arsye të varësisë që mos me pas, si me thonë, shtetet të cilat e kanë një farë lidhje prej luftës dytë botërore, ndoshta edhe më herët me njëra tjetrën sa i përket edhe ekonomisë edhe rregullit global, themi kështu, mënyrës se si dojna me pa botën. Vertikalja veriore, që është kjo vertikalja e cila vjen pja Aleksandropolisit, ka të bëjë me LNG në Amerikane, me liquefied natural gas, për cilën nuk përmend, dhe unë po besoj që është mirë me tregu pak a shumë edhe numra që tregojnë për rëndësinë që e ka Greqia në aspekt strategjik për Shtetet e Bashkuara të Amerikës për futjen e gasit LNG-s në kontinentin evropian. Pa veçanërisht Greqia. Veçanërisht Greqia, sepse i ka dy kapacitete interesante. Që janë kapacitetet kryesore të LNG-s në rajon, që është Aleksandropolisi, që i ka 5.5 miliard metra kub kapacitet, dhe Revituza që i ka rreth 7 miliard metra Athina, po porti... Po, Revituza. Revituza është terminali ku bëhet, do me thonë, transformimi i gasit, transformimi i lambut në gas të transportueshëm. Pra, këto dyjat janë 12 milion metra 12 miliard metra kub gas. Dhe këto dy terminale janë pikat kyçe për këtë themi teren. Skopri, që është infrastruktura Shkup-Prishtinë, për cilën foli edhe Luani, për cilën foli edhe Laura, e cilës ju referu edhe Ariani, është një infrastrukturë e cila kushton veç për industri, nëse nuk futemi në full scale gasification venit, 70 milion. Vetëm 70 milion? Veç 70 milion. Gypat 14, thamë. Veç 70 milion kushton infrastruktura, do me thonë autostrada e gasit, jo rrugët magjistrale e lokale. Se vazhdojmë të kemi... Veç autostrada për me spjegu në gjuhë të kuptueshme. 70 milion. 70 milion, 3 muaj nga njerë do që blejmë. 200 milion, 201 milion saktësisht, shkruan në fizibilitet, kushton nëse futemi edhe në disa elemente që kanë bëjnë me industri të cilat ju referu Luani. Pra, Kosova, për me pas këtë infrastruktur të gasit, nuk thot dhe nuk duhet me thonë që na po e shëndrojmë vendin ton në gas